S'ka ca ditë që në Korçë u përrua busti i Zaifundos, bashkë te ish shtëpia e vet, bashkë në pedonalen e bukur, me shikim nga Morava si vështrim në largësi. Jo vetëm vepra e Adi Dules që është art i vërtet, por biografia e Zait e zbukuron sheshin që tashmë ka emrin e tij. Është edhe si një pendes qytetare ndaj harresës, mohimit dhe shpifjeve zyrtare ndaj tij. Korça duket më e plotësuar, më e ngrohtë që në gjë futi birin e vet. E qyshe të ditë, halabakëria filluan të hedhin stërkla pështyme, shfaqje të trillimeve që jetuan për dekada. Si vullnetarët e Enverit, u dhanë jetë shpifjeve. Nuk e din të mirët se Zai është europianisti i parë shqiptar, nuk e din që militoi mes ajkës së të majtës europiane, nuk e din që antifashist në bindje dhe në luftë, nuk e din që u internua si i tillë në ishujt e Italisë, nuk e din që figura e këtij kolosi bëri xheloz vetë Enverin, i cili, pa ju dridhur fare dora, shkroi të vritet pa gjyq. E kështu ndër vite e vite, shqiptarët u ushqyen me dokra, me shpifje e demagogji. Po e vërteta si lulja, mbin edhe në shkëmb. Tashmë, biri i qytetit fle në Korçën e tij. I nderuar thuajse nga të gjithë, i përfolur nga monstrat që nuk kujtohen akoma të heqin nga rrugët e qytetit, emrat, mbledhja e Beratit, Kongresi i Përmetit, Konferenca e Labinotit. Në qytet akoma dremisin nostalgjikët, që nuk din gjë për madhështinë e Zaifundos, ashtu si biseda në Sovjan me Pavarotin. Dikush që entuziazmuar që e kishte parë në televizion. Ata te kafenia e fshatit ja hodhën poshtë duke thënë: "Të na rroj bakja, ne që me filharmonik na gëzon në dasma." Zaifundo u regjistrua sërish në gjendjen civile të Korçës. Qytetit i shtua edhe një mendimtar.